Papa Leoni i 14 viziton zojën e Shkodrës. Kisha ku ruhet ikona që iku në mesjet. Papa Leoni i 14 ishte sot pasdite në qytetin jashtë Romës për të vizituar privatisht vendin e adhurimit të pranisë augustiniane, ku ruhet figura e zojës ardhur aty nga Shqipëria në prag të pushtimit nga turqit. Papa përshëndeti njerëzit në shesh dhe u lut para figures së Virgjërës Mari, që njihet edhe me emrin Zoja e Shkodrës. Kam dashur shumë të vija këtu, në këto ditë të para të shërbesës së re, që më dorëzoi kisha, për të çuar përpara misionin si pasardhës i Pjetrit. Ju kujtojmë se në meshën e tij të parë në Kapelën Sistine, Papa Prevost ka zgjedhur ungjillin sipas Mateut, që rrëfem për zgjedhjen e papës së parë nga vetë Krishti. Ti je Pjetri dhe mbi këtë shkëmb do ta ndërtoj kishën time, dhe fuqitë e ferit nuk do të kenë pushtet mbi të. Një nga pasazhet e ungjillit që u këndua në gjuhën italiane. Duke u kthyer në Kapelën Sistine, ku u zgjodh ditën e djeshme, në ditën e dytë të konklavit papnor, Leoni e vëkryesoi meshën së bashku me 10 kardinal të veshur me petka të bardha dhe mitra peshkopësh, raportohet në media. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.